sot në keni ndëru shumë me këtë pjesëmarrje kështu masive. Të gjithë të bashkuar, ashtu që ju dashti doktor Safeti, ashtu që ju shërbet të gjithëve. Ai e deshti unitetin, ai e deshti bashkimin, ai akumuloj dhe shpenzoj shumë energji për respekt, për secilin. Prandaj, pjesëmarrja juaj sot këtu, të gjithëve, bashkëpunëtar, mjek, mantilbar, përfaqësues të institucioneve, qytetarë të vështrisë, dëshmon se doktorin e deshët shumë dhe doktori ju deshi shumë. Prandaj, nuk kam çka të shtoj më tepër. Ju mbesim borxh, respektin dhe shërbimin. Ju falenderoj nga zemra. Zoti ju dhasht shëndet dhe mirësinë e familjes tuaja, për shoft në parajs shpirti i doktorit, që ju shërbej të gjithëve tërë jetën. Faleminderit. Unë jam shumë i nderuar dhe i respektuar dhe i privilegjuar dhe të thoja, pse jo, nga familja Idrizi, që ma dhanë një besim të madh, që ma besuan një detyrë, që t'i rekem edhe një punë shtesë në kuadër të një pune që ka të bëj në shërbim të mosharresës së kujtesës historike. Ta bëj një dokumentar për një njeri të madh, për një mjek shëmbullor, për një humanist me zemër të madhe, i cili tërë jetën ja kushtoi çështjes madhore kombëtare. Dhe sinqerisht po ju them të dashur vëllezër e motra, do të ndihesha shumë i zbrazët të shkoj në botën e amshuar dhe të mos e njihja personalisht veprimtarinë e madhe, atë dhe dashse dhe humanitare të këtij burrit të madh, të këtij heroi, të cilit sot po e kushtojmë Akademinë për Kujtimore dhe dokumentarin, të cilin kam arrit ta finalizoj me një punë dhe përkushtim të jashtëzakonshëm, duke ju falenderuar bashkëpunimit të sinqert të gjithë mjekëve, bashkëveprimtarëve dhe bashkëluftëtarëve të doktor Safetit. Isha shumë i privilegjuar që me mua ishte pa asnjë përtesë, i jashtëzakonshëm, i disiplinuar, i përkushtuar Mulla Rushiti, një bashkëluftëtar i yni i cili nuk dinte çka është lodhja. Dhe prandaj edhe mu më ka bërë të ndihem krenar që isha bashkëluftëtari i tij dhe bashkëluftëtari juaj. Unë nuk po zgjas shumë sepse dokumentari besoj që flet më shumë se fjalët tona, por megjithatë mendoj që ja kemi arritë që ta zbërthejmë dhe ta tregojmë të vërtetën e madhe të karakterit humanitar, advetar dhe çlirimtar të doktor Safetit. Megjithatë, në krahasim me kontributin dhe veprimtarinë e tij gjatë tërë jetës së tij, unë them me modesti që edhe ky dokumentar është një pikë ujë në deti në krahasim me kontributin e tij të jashtëzakonshëm dhe dashës. Po i them vetëm edhe 2-3 fjalë për një bashkëpunëtor timin i cili me 10 vite më ndihmon, më përkrah dhe më bën të ndihem shumë i disiplinuar dhe i përkushtuar në më shumë se 100 dokumentar deri tash kushtuar luftës sonë titanike të ushtrisë ligjëtare të Kosovës, përkatësisht dëshmorëve dhe motiveve të kombit tonë. Është kameramani shumë inteligjent, i zgjuar, punëtor i jashtëzakonshëm, i papërtueshëm. E kam dorë djathtë me 10 vite. Është i ri, por punën e ka të madhe. Dhe ai është një punëtor, një kameraman dhe montazher i radio televizionit të Kosovës, bashkëpunëtori im i ngushtë, i cili e ka bërë edhe montazhet, edhe xhirimet në terren për doktor Safetin, dhe ai është Gramoz Salihu. Meriton një dorë tërkitje të veçantë nga ju. Faleminderit. Lavdi e përjetshme të madhit doktor Safet Idrizit, lavdi gjithë dëshmorëve dhe martirëve të kombit ton, kudo dhe kurdo që kanë rënë për çlirimin e Kosovës dardane dhe bashkimin e trojave shqiptare. Ju faleminderit. Faleminderit shumë, profesor Plana. Organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës Dega Vushtri, për kontributin e dhënë gjatë luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës në çlirimin e vendit, postmortem ndan mirënjohje për doktor Safet Idrizin.
ftoj kryetarin e degës në Vushtre, Muhamet Aliu, që të ndajë mbinjojën, derisa ftoj djalin e doktor Safetit Shkëlqin që ta pranojë mbinjojën. Po ashtu, organizata veteranëve të luftës së Ushtrisë Shqiptare të Kosovës Dega në Vushtre, për kontributin e dhënë gjatë luftës së Ushtrisë Shqiptare të Kosovës në shërimin e vendit, ndan mirënjohje për profesor doktor Nusret Planën. I lutem. Besoj që Vushtria ka dhonë gjatë këre viteve, po edhe më herët një njeri të tjera. Një fshat aq i vogël dhe kontributi i tyre ka qenë shumë i madh. Thuja çdo shtëpi në Beqeq ka pas një ushtar. Nuk i kemi leju se ka pas kërkesa dhe më shumë. Popullata e asaj pjese ka vojt për një doktor të tillë si Safeti Dezi. Pa primat ka qenë çështja kombëtare, pa ty ka qenë i pa kompromis. Po të mos e të doktor Safeti, na sot të shumë se duke. Ka qenë i ka qenë profesionist, edhe avokat i madh. Në trojtë shqiptare në përshekuj, atë dashuria nuk ka pikur nga qielli. Ajo është kultivuar brez pas brezi në traditën historike dhe familjare të shqiptarëve. Në një familje të këtilla datare nga prindërit Ramadan e Emine Idrizi, në fshatin Beqiq të Vushtrisë lindin, rriten, zhvillohen dhe edukohen shqiptarisht 5 djem e një vajzë: Safeti, Rushiti, Feriti, Megjiti, Bajrami e Lumnia. Aty kishte lindur, ishte rritur, ishte shkolluar dhe ishte edukuar me dashurinë e madhe për lirinë atë dheut, edhe mjeku e luftëtari i lirisë, Safeti Idrisi. Ka qenë shumë i qetë, shumë i urtë, shumë i sjellshëm, me shumë kulturë, po mbi gjitha ka qenë një prej nxënësve më të mirë të shkollës, jo vetëm të klasës së tij. 77 kun fillu me punu si mësës në shkollën fillore Zembeta në Dëbah. Ate e kun gjetë në klasën e 8. Në asë një gjenerat pas e nxënës ma jaftë edhe ma zgjutë se doktor Safeti s'ka pas. Kemi pas fatin që shkollën fillore ta kryjmë së bashku, po edhe shkollën e mesme ta kryjmë së bashku, e cila periudhë ka qenë shumë e vështirë, se na e kemi pas largë, Vushtrin 12 kilometra largë, dhe është dashtë të udhtojmë. Safeti udhton të prej Beqiqet në Vushtre kam për me ndjek mësimet në gjimnaz. 12 kilometra mos më tepër prej Vushtres, dhe llogaritmi do të thonë ai ka udhtuar dikon 24 deri 25 kilometra në ditët, dimën, verën, dorë, shi, në të gjendje me mri sukses shkëlqyeshëm në gjimnaz, më dalluar mesën e më të mirëve, më të vërtet ishte një mbresë veçantë për gjithë mësimdhënësit, jo vetëm për mua. Safeti u rezulton vitin e parë fakultet, unë isha vitin e 4 fakultet në biologjisë. Vjen profesor Ahmeti i anatomisë, i gëzuar para nesh, thot një student i vogël në trup, thot por i madh me zë, i madh me dije, thot më urtu kur ka folë në temë, thot më urtu kur që tjekullat e katedrës biologjisë po fluturojnë.
Edhe më kujtohet rasti kur e kam mbrojt temën e diplomës që ka pas pikë në biologi, unë isha vitin e 4 fakultet, dhe Safeti e ka mbrojt temën që në harroj kur dhe kam trujt në ata, e cila ka pas dikur rreth 30 faqe, asnjë fjali nuk ka qenë që nuk e ka ditë. Këshillat më të mëdha të tij kanë qenë, domethënë që na të ruhem prej pandemisë, prej